Charlie Parker është një saksofonist dhe muzikant amerikan i cili është edhe një nga muzikantët që solli një frymë të re në interpretimin e jazzit. Për fat të keq, varësia e tij ndaj heroinës nuk e lejoi kur që të kishte një gjendje ekonomike të qëndrueshme dhe të sigurt. Tregojnë se një ditë, ndërsa kishte dalë në kërkim të heroinës, ndaloi një kalimtar, i ngriti mëngët e këmishës dhe duke i treguar damarët i tha: "I shef këto dy vena? Tek njëra unë injektoj një vetur Cadillac dhe te tjetra do t'i injektoj një shtëpi." Pra, kaq shumë lek harxhonte për heroinën. Po të kthehem ty o shigjetar burra grua qofsh. Nuk është se po harxhon pak si shumë për ca qefe e për ca gjëra të panevojshme që nuk të çojnë askund e të pengojnë për ca qëllime të mëdha. Nuk është se je bërë pak dorë shpuar, a dorë lëshuar. Në qoftë se është kështu, duhet me njëherë të heqësh dorë e të përmbledhesh. Në jetë janë ca qëllime më të larta për të cilat duhet vërtet të shpenzosh.